Pas shumë vitesh, u ktheva në fshatin tim, por këtë herë do të shoh kush më do për atë që jam, jo për atë që kam. Ky miliarder i veshur me rrobat pista si një lypës, mbushi një çantë me tufa parash dhe zbriti nga makina e tij luksoze në hyrje të fshatit ku ishte rritur. Shoferi i tij e pyeti me habi: "Vërtet kështu do të hysh në shtëpi, zotëri?" "Po," u përgjigj ai. "Jam kthyer në fshat pas shumë vitesh. Dua t'i surprizoj ata, por fillimisht dua të shoh se si do të më presin tani që dukemi varfër. Më prit këtu." Ai shkoi në shtëpinë e motrës së tij, Dritës. Kur e pate dera, Drita i bërtiti: "Pse ke ardhur këtu? A nuk e di që të varfrit nuk duhet shkelin në shtëpitë të afërmve?" "Por Dritë, ne jemi rritur bashk. Madje unë i kam dërguar parat për ndërtimin e kësaj shtëpie," tha ai me sy të përlotur. "S'ka rëndësi çfarë ke bërë dikur. Tani dukesh si një lypës rrugësh dhe nuk kemi nevojë për ty. Iq që këtej." I tronditur, ai shkoi te vëllai i tij i vogël, Besniku. Kur Besniku e pa në atë gjendje, i tha: "Ah, vëlla, pas gjithë këtyre viteve u ktheve kështu? Më vjen keq për ty, por nuk mund të të ndihmoj shumë. Tani jam i martuar dhe kam hallet e mia." "Vëlla, kisha nevojë për pak ndihmë që të nis një biznes të vogël këtu në fshat. A mund të më japësh një 000 euro borxh?" pyeti ai. Besniku nxori telefonin dhe i transferoi vetëm 1 euro. "Merr këtë 1 euro, të mjafton për biletën e autobusit që të kthehesh në qytet. Dhe mos u kthe më këtu, as mos më merr më në telefon." Kur ai pyeti se ku ishte nëna e tyre, Besniku i tha: "Nuk e di, pyet motrën ose dika tjetër. Ne e lam në një azil në qytet para 2 vitesh, sepse nuk kishim kohë të merreshim me ta." Duke ecur i thyer shpirtërisht drejt makinës, ai takoi dashurinë e tij të fëmijërisë, Lirën. Ajo sapo e pa, e njohu menjëherë dhe e përqafoi. "Kur u ktheve, Besmir? Pse je në këtë gjendje? Çfarë të ka ndodhur?" Besmiri i tregoi se familja i kishte dëbuar dhe se kishte nevojë për para. Lira, pa hezituar, i nxori të gjitha kursimet e saj. "Merrini këto, Besmir. Nuk janë shumë, por mund të ndihmojnë të fillosh diçka. Unë të kam pritur gjithë këto vite dhe nuk më intereson nëse je i pasur apo i varfër." Në atë moment, Besmiri buzëqeshi dhe i tregoi të vërtetën. "Lira, unë nuk kam falimentuar. Jam më i pasur se kurrë. Kjo ishte vetëm një provë për familjen time dhe fatkeqësisht asnjëri prej tyre nuk e kaloi. Ata i kishin braktisur nënën tonë dhe më dëbuan edhe mua." Ai e mori dashurinë e tij të vërtetë dhe i tha: "Tani do të shkojmë të marrim nënën nga azili dhe do të jetojmë të gjithë bashkë në qytet. Ata që duan vetëm parat, do të mbeten vetëm me ato që kanë, por pa familje dhe pa dashuri." Mësimi: vlera e një njeriu nuk matet me rrobat që mban, apo me llogarinë bankare. Familja e vërtet janë ata që të gjenden pranë kur nuk ke asgjë, jo ata që të duan vetëm kur ke gjithçka. Nëse ju pëlqeu kjo histori, ndajeni me miqt dhe na ndiqni për më shumë tregime me vlera njerëzore.